Përshëndetje gjithëve. Sot jam këtu në cilësinë e deputetes së Qarkut Lezhës, deputetes së Partisë Demokratike, në mbështetje të këtyre banorëve të cilët janë në protestë për rrugën e Lurës, një rrugë e cila u premtua me bujë të madhe nga kryeministri Edi Rama, por në fakt sot është kthyer një simbol i mashtrimit dhe i harresës. Një rrugë e cila u premtua me bujë të madhe për të kthyer një simbol të zhvillimit dhe integrimit të kësaj zone, sot fatkeqësisht është një rrugë e lënë rrugëve, e cila i ka izoluar këta banor, e cila në vend që të sillte zhvillim ekonomik kësaj zone, sot kemi një trevë të lënë në harresë. Unë jam këtu për t'i bërë thirrje kësaj qeverie, jam këtu për të kërkuar llogari dhe transparencë se ku shkuan fondet e kësaj rruge, pse kontraktori i braktisi punimet dhe pse kjo rrugë u la në mes. Ashtu siç kam ngritur zërin dhe në Kuvendin e Shqipërisë, ashtu siç kam patur dhe debat me ministrën Balluku, të cilës i kam kërkuar llogari se pse kjo rrugë u la në harresë dhe u la në mes, e ftoj sërish ministrën Balluku, ashtu si që ftova edhe në seancën në Parlamentin e Shqipërisë, ku ishin banorët në protestë dhe ministra mashtroi para gjithë qytetarëve duke thënë që këtu vazhdojnë punimet. Unë i bëj thirrje dhe sot, pikërisht nga kjo protestë, ministres Balluku e sfidoj që të vi dhe t'i bashkohet qytetarëve dhe ta shikoj veç që këtu prej 6 muajsh nuk ka asnjë shenjë pune. Faleminderit.